Përshëndetje dashur miq, uroj të jeni mirë të gjithë. Ju përshëndes nga sheshi Skënderbej, lëvizja Adheu. Jemi këtu duke mbledhur besimin e njerëzve, duke grumbulluar dashurinë e njerëzve, duke selektuar dhe duke prekur nga afër, duke u takuar nga afër me qytetarët e Tiranës. Siç u tham, do ta bëjmë këto deri në minutën e fundit, deri në afatet e fundit kushtetuese. Na i shkurtuan 10 ditë, na i shkurtuan afatet, na i vun të gjitha pengesat, por ne dal nga dal po ja dalim dhe lëvizja Adheu do të hyjë e vetme në garë, e vetme në zgjedhje. Unë dalja sot ju përshëndes gjithëve me lumturinë që më shkakton arritja e objektivit ton. Ne jemi këtu, po ju presim të gjithëve. Dhe unë dala sot, përveç se t'ju njoftoj se jemi gati për pjesën e ardhshme të betejës, të betejë nderi, jemi gati gjithashtu për të bërë surprizën e radhës. Unë dala sot që të uroj festën e 7 marsit, që është festa e sigurisë kombëtare. Ju thoni është festa e mësuesit, thoni që është festa e luleve, festa e dhuratave, festa e respektit për mësuesin. Unë do ta quaja festa e sigurisë kombëtare. Kjo është festa e sigurisë kombëtare sepse arsimi është siguri kombëtare. Arsimi është gjëja më e rëndësishme në këtë vend. Ky vend, kriza e tij e madhe është e lidhur me arsimin, miqtë e mi. Shkatërimi i shkollës, shndërrimi i shkollës në institucion banal është fillimi i rënimit të një shoqërie. Mësues të dashur, të cilët na keni mësuar me shumë respekt dhe dashuri. Një pjesë e tyre nuk janë më në këtë jetë, një pjesë tjetër janë dhe rojnë ende. U jemi falenderues të gjithë atyre mësuesve dhe mësueseve të cilët na kanë mësuar me shumë pasion, me shumë dashuri, me shumë respekt. Duhet të ishim dhe duhet të jemi përjetësisht mirënjohës të atyre të cilët na kanë mësuar qoftë edhe një shkronjë, qoftë edhe një gërm, qoftë edhe një mendim. Mësuesi ka fuqi bërthamore, mësuesi ka fuqi atomike, mësuesi ka fuqi të transformoj psikologjinë e një njeriu dhe ta shndërroj atë nga një njeri të dëshpëruar, të lodhur, të dorëzuar në një vulkan shprese, vulkan optimizmi, vulkan mirënjohje ndaj jetës, vulkan respekti dhe dashurie për vendin, për Adheun, për kombin dhe për familjen, për tokën e vet, për vendin e vet, për historinë dhe për kulturën. Njeriu është qenie e mistershme, miq, dhe proceset psikologjike të njeriut formsohen në veçli. Proceset psikologjike të njeriut formsohen kur njeriu shkon në bankat e shkollës, kur njeriu shkon në klasën e parë, në ato vitet e para të shkollës. Këto janë vitet kur njeriu ka plotson formimin e tij intelektual, psikologjik dhe formohet. I bëj thirrje sot me shumë respekt dhe me shumë dashuri të gjithë mësuesve. Lëvizja Adheu, ditën që do të ketë në dorë të vendos vendimi numër 1 është arsimi dhe shëndetësia. Pa shëndetin e njerëzve dhe pa mbrojtjen e trurit të njerëzve, kombet janë të destinuara të zhduken dhe të shfarrosen nga faqja e dheut. Në Shqipëri ka vite të gjata që është bërë atentat ndaj arsimit me tyrë lloj shkollash e universitetesh të cilat prodhojnë fabrika diplomash, që prodhojnë analfabet, prodhojnë njerëz të paditur, shesin diploma, shesin dëshmi false, dhe ky është falsifikimi i ardhmës së Shqipërisë.
sepse rinia sot, fillorja, e mesmja dhe universiteti, ata janë e ardhmja e Shqipërisë, janë e ardhmja e vendit. Gëzuar festën e sigurisë kombëtare. Unë nuk e quaj festa e mësuesit, as festa abetares, unë e quaj festa e sigurisë kombëtare. Truri është siguria kombëtare e një kombi. Mendja është siguria kombëtare e një populli. Mësues duhet të jenë të kualifikuar. Mësuesit duhet të jenë të arsimuar. Mësuesit duhet të jenë të mësuar, sepse një mësues i cili është bosh nuk ka çfarë t'i jap. Mirënjohje të gjithë mësuesve, të cilët kur luani me top, kur donim të luanim futboll, kur donim të merreshim me lojrat tona të fëmirisë, na bindën që dija, shkenca, dituria, informacioni janë më të rëndësishme. Një mësues ka fuqi të ndryshojë jetën e një njeriu. Një mësues ka fuqi të transformojë radikalisht jetën e një individi, të prodhoj njerëz me shpresë, njerëz të mençur, njerëz të vetëdijshëm, njerëz të cilët janë të gatshëm dhe të aftë të luftojnë, të përballen me sfidat e vetes dhe të përgatiten për sfidat e tyre, të familjes dhe të kombit dhe të adheut tyre. Të dashur mësues, i bekoft Zotit gjithë ata mësues të cilët luftojnë dhe bëjnë një angazhim me vetë flijim, bëjnë një angazhim të jashtëzakonshëm për t'i dhënë njerëzve, për t'i dhënë fëmijëve të shqiptarëve dituri, për t'u dhënë atyre dije dhe për t'u mësuar atyre rregullat e xhunglës. Ata janë herojt e vërtet, ndaj dhe mësuesit. Festa e mësuesit, 7 mars, është festa e sigurisë kombëtare. Në qoftë se ushtria mbron kufirin, në qoftë se ushtari mbron kufirin në front, mësuesi mbron trurin e fëmijëve tuaj. Mësuesi ka në dorë të ardhmen e trurit të këtij kombi, të këtij vendi, të këtij adheu. Zoti i bekoft të gjithë mësuesit që sakrifikojnë dhe e bëjnë punën e tyre me përkushtim. Ata të cilët nuk e bëjnë me përkushtim detyrën e mësuesit, duhet ta dinë dhe duhet të jenë të bindur se kanë konsumuar akt të pastër të tradhtisë kombëtare. Të abuzosh me fëmijët, me mendjen e tyre, me të ardhmen e tyre, me psikologjitë e tyre të brishta, është antikombëtare, është antinjerëzore. Mbajini larg fëmijët nga agjendat e degenerimit. Mbajini larg fëmijët nga agjendat e shkatërimit. Mbajini larg fëmijët e shqiptarëve nga agjendat e shpërfytyrimit. Mbajini larg ata. Ne dim që sistemi ka prodhuar shumë metoda për të na i marrë fëmijët. Fëmija jon është i shkollës. Ne e sjellim në jetë fëmin, por fëmija është i shkollës, është i universitetit, është i tabletit, është i iPadit, është i iPhone-it, është i internetit, është i YouTube-it, është i Facebook-ut, është i Instagram-it, është i TikTok-ut. Ne i sjellim në jetë. Ne jemi paraardhësit e tyre biologjik, por ata nuk janë më tanët, sepse prej moshës 5 vjeçare, 6 vjeçare, ne ja dorëzojmë sistemit. Sistemi vendos mësues të mirë ose mësues të degeneruar. Mësuesit e mirë mbrojnë kombet, i mësojnë fëmijët me traditat, me themelin ton identitar, me vlerat tona të jashtëzakonshme kulturore, mbi cilat është ndërtuar, ka jetuar historikisht ky kombë dhe ky popull fisnikësh. Të gjithë ju mësues në këtë ditë 7 marsit, qofshit nderuar, qofshit bekuar, lutem, uroj dhe shpresoj që të shtohet numri i mësuesve të mirë,
pavarësisht ideologjisë, partisë politike, krahinës, ides, bindjeve tyre, mësuesi nuk ka parti. Partia e mësuesit është siguria kombëtare e kombit. Është fëmia e shqiptarit. Mbrojni ata fëmijë, rritini me frymën e dashurisë, rritini me frymën për vendin e tyre, për adheun e tyre, për vlerat dhe për tabanin ton identitar. Kultivojni ato të mira, kultivojni ato mirësi, kultivojni ato trashëgimi të jashtëzakonshme tek mendjet e nxënësve dhe më pas ju do t'jeni ata që do të projektoni të ardhmen e kombit dhe do t'jeni projekcioni strategjik i të ardhmes Shqipërisë në oqeanin e madh, në një botë të re, e cila do të konkuroj tashmë me tru. Bota e ardhshme të dashurit mësues, bota e ardhshme do t'jetë një kompeticion i jashtëzakonshëm i trurit. Botën do t'a sundojnë ata që kanë tru, nuk do t'a sundojnë ata që kanë ushtar më shumë. Lufta do t'jetë e artificial intelligence, lufta do t'jetë e inteligjencës artificiale, lufta do t'jetë e sistemeve kompjuterike, lufta do t'jetë mes shpikjeve, lufta do t'jetë mes inovacionit, lufta do t'jetë mes Kafkave, do të luftohet me Kafka, do të luftohet me inteligjencë, do të luftohet me tru, siguria kombëtare e kombeve, e ardhmja e tyre ekonomike. Mbajeni mend këtë që po ju them. Nuk do t'jetë më bota që po vjen, ajo siç ka qenë, siç kemi dëgjuar në për histori, që ushtri të caktuara mposhtin ushtri të caktuara. Ushtri popujsh të mëdha fitojnë betejat me popujt më të vegjël. Jo, nuk do t'jetë kjo beteja. Do t'jetë betejë e inovacionit, e teknologjisë, e trurit, e inteligjencës, e shpikjeve, do t'jetë një betejë e pa diskutueshme e aftësisë së trurit për të prodhuar dinamika të reja, sociokulturore, politike dhe ekonomike. Ekonomia e botës së ardhshme, ushtria e botës së ardhshme, përveç sfidave të sigurisë kombëtare, përveç sfidave të ekonomisë, përveç sfidave të tjera të shumëllojshme që kanë të bëjnë me ridimensionimin e botës dhe riformatimin e saj në këto moment të jashtëzakonshëm që po kalon planeti, popujt e vegjël që nuk kanë demografi, nuk kanë sipërfaqe, nuk kanë popullsi të mëdha, kanë një pasuri të jashtëzakonshme që është truri i Shqipërisë. Ky është një popull inteligjent, falë Zotit. I madhi Zot e ka beku që është popull inteligjent. Mjafton t'i shihni ke komentet, si komentojnë, janë gjeni. Nuk ka rëndësi është me 9 klasë shkollë ai, apo me të mesme, apo me universitet, apo me master, apo me doktoratur. Njerëzit në këtë vend janë gjeni. Kanë inteligjencë natyrale, e dhurume nga i madhi Zot. Kemi klim, kemi tru, kemi pasuri mbi toksore dhe nën toksore. Të dashur mësues, ruajeni këtë pasuri, që është truri i fëmijëve të shqiptarëve, sepse e ardhmja e Shqipërisë në botën e rrezikshme që po lind, është e lidhur me këtë operacion të rrezikshëm. Truri është siguria kombëtare. Mësuesi është ai i cili përpunon trurin në laboratorin e quajtur shkollë. Laboratori i quajtur shkollë është në duart e herojve të sigurisë kombëtare që janë arsimtarët dhe janë mësuesit. Mua jetën time, trurin tim, ma ka ndryshuar profesorët e shkollës së mesme. Unë kam qenë në një botë tjetër dhe u transformova në një botë tjetër. Pse? Mësuesit të cilët u morën me trurin tim, nga mosha 15 vjeç deri në 18 vjeç, transformuan radikalisht sistemin tim të të menduarit, sistemin tim
të kuptuarit të situatave, sistemin tim të perceptimit të situatave, ndaj të dashur mësues, të dashur arsimtar, jeni heroj të këtij vendi. Nuk janë ushtarët ata që e ruajnë, nuk është kryeministri ai që e ruan Shqipërinë, nuk është Ministria e Mbrojtjes ajo që e ruan Shqipërinë, nuk është Ministria e Ekonomisë ajo që e ruan Shqipërinë. Shqipëria është në dorë të arsimtarëve. Në qoftë se do të prodhoni budallej, idiot dhe ignorant, ky kom do të zhduket. Në qoftë se do të kultivoni genialitetin e kësaj race, e këtij populli, e këtij vendi, e këtyre njerëzve të mrekullueshëm, që i ka beku i madhi Zot me diell 300 ditë vit, që i ka beku i madhi Zot race bukur, geni bukur, njerëz me tru, njerëz me inteligjencë, njerëz të pashëm, njerëz të hishëm, njerëz me tradita, njerëz me taban, njerëz të besës, njerëz të burrnis, po ka burra të këqij, po në çdo vend ka burra të këqij. Në gjithë botën ka njerëz të këqij. Mos binin pesimizëm. Herojt e sigurisë kombëtare, gëzuar 7 marsin, gëzuar festën e sigurisë kombëtare. Ju përshëndes të gjithëve, ju uroj ditë të mbar. Ne po ju presim tek lëvizja Dheu në sheshin Skënderbej deri në limitet kohore që është dita e martë, 11 mars, ku ne do të shkojmë pastaj në KQZ të dorëzojmë 5.000 nënshkrimet e mbledhura në sheshin Skënderbej, 5.000 dashuri që i kemi marrë nga populli bujar i Tiranës dhe i gjithë Shqipërisë. Ju falenderoj nga zemra gjithëve, ju uroj ditë mbar, edhe një herë thirrje të fundit të gjithë ata të cilët duan të kandidojnë për lëvizjen Adheu në zgjedhjet e ardhshme të 11 majit. Nëse ka zgjedhje, duhet të vinë të na bashkohen dhe të paraqesin vullnetin e tyre për të kandiduar në çdo qytet të Shqipërisë. Për ta bërë këtë, duhet na shkruani në WhatsApp 00355 67 20 4161. Edhe një herë 00355 67 20 4161. Falenderoj nga zemra gjithëve. Mund na shkruani edhe këtu te komentet, mund na shkruani edhe në email osmanikreshnik@gmail.com ose lëvizjadheu@gmail.com, ku të doni ju, mund shprehni interesin për të garuar në listat e lëvizjes Adheu. Herojt e Shqipërisë janë arsimtarët, një përqafim të madh për gjithë mësuesit dhe mësueset. Mos e tradhtoni këtë popull, fëmijët e shqiptarëve janë duar tuaja, truri i tyre është në duar tuaja, në laboratorin që quhet shkollë. E ardhmja e Shqipërisë është në duar tuaja. Ju përshëndes, gëzuar 7 marsin, gëzuar festën e sigurisë kombëtare. Ju përshëndes edhe ju gjithëve, ju presim tek lëvizja Dheu, gati për të bërë surprizën dhe spektaklin që fillon me fushatën, me njëherë sapo të dorëzojmë listat e kandidatëve dhe firmat në KQZ. Ne po ju presim sheshin Skënderbej që ta marrim mbështetjen tuaj deri në fund, siç u tham, dhe ta shtrydhim, sepse dashuria duhet shtrydhur, sepse dashuria është fryti më i ëmbël. Respekti është fryti më i ëmbël dhe më i shishëm, ndaj ne kemi dëshirë që këtë fryt të shishëm dhe të ëmbël, të cilin na e keni dhuruar me shumë respekt dhe me shumë bujari, ta shtrydhim deri në fund, deri në limitet e afateve kushtetuese dhe ligjore, për të dorëzuar firmat në shkrimet dhe për të marrë miratimin tuaj dhe kandidaturat tuaja. Ditë të mbar gjithëve, flasim prapë në orët në vijim për të rejat. Shpërndaje videon dhe çoja pjesës tjetër shqiptare. Tregojuni që ka një parti që quhet Lëvizja Adheu, që po bën një betejë të fortë jashtë lojës së madhe të regjisë qendrore. Miru takofsh.